Unë në fillim fare kisha takuar Megin një herë te puna ime që punoj më përpara, punoja te Dogu, po i di restorantin aty. Po, e kam parasysh. Po. Se e ndjeki Megin më parë. Edhe ajo erdhi një herë aty, edhe unë në fillim fare kisha shumë turp se desha të kapet, thjesht desha një foto me Megin. Unë e kisha follow Megit, edhe thjesht e shkruajta unë dollar i kisha requesta. Domethënë ajo të ktheu mesazhin. Po, më ktheu e pa requesta dhe më mbajti mend nga Dogu, nga atëherë. I bëm bashkë një super paragraf. Ishim bashkë që shiko ne jemi jo ky. Se unë desha punë, po kërkoja për punë. Do ta gjete Megi punën. Amin, nuk do ishte gjë e keqe se kush e di unë në fillim i thash ti që shiko se Megi ka gjithë ato njohje, mund të thusi like something që është really good, për shembull mund të jesh kameraman diku ndihmës në fillim, ose ndonjë asistent i Megit, për shembull personalisht, ajo do ishte ëndër fare. Asistenti i Megit, po. Ti thoshte ky për shembull për 6 muaj do punoj falas, mjafton të punoj me ty. Do e bënim. Edhe kruam bashkë një paragraf super të gjatë, edhe të lezetshëm, kështu me emoji, me pika, me presë kështu. Çdo gjë, çdo shkronjë kemi menduar. Kur vjen Abi, më thot mua ditën e nesme më çon një voice edhe vërtet më ktheu për gjë Megi edhe që aty atëherë pastaj ka lënë Megi takim me Abdun që ka takuar në fillim, pastaj Abduja i tha po sikur të vi dhe me një shok ta bëjmë të njëjtin takim bashk për mua domethënë. Po. Edhe kështu ne i takuam të gjithë, domethënë producentët që është Neda me Megin, gazetarët. Po, dhe pjesën tjetër të stafit. Po, pjesën tjetër të stafit shumë njerëz të mirë edhe pavarësisht dyshimesh tona që kishim se obviously 19-18 çfarë ishte gjë re, më bëri zeshëm të futem në diçka që ne nuk e dinim çfarë do bënte, ç'është kjo, se unë nuk e kisha parë se kishte ndjenjë më parë. Se një fjafare programin.